Po dhe pas një pauze të shkurtër ne kthehemi sërish në studion e emisionit Mëngjesit pra zgjohu me ne, ku do të flasim pra me të ftuarin tim për këtë mëngjes. Me ne në studio është Sokol Zeqiri, drejtori i Fondacionit Dauti. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Sokol, Fondacioni Dauti gati 3 vite është që merret me aktivitete të shumta duke përkrahur nxënës, studentë, po ashtu edhe botimet mjaft librave të ndryshëm. Disa fjalë rreth fondacionit, se sa ishte vështirë që gjitha këto aktivitete ti përkrah ky fondacion. Ky është viti i tretë që nga themelimi i Fondacionit Dauti. Si çdo vit, si çdo institucion tentojmë që nga viti në vit të rritemi, të ngritemi si institucion, duke i fishuar programet tona dhe aktivitetet tona, fal themeluesve të këtij fondacioni, kompanisë Dauti Commerce edhe një sër kompanish tjera të cilat ju kanë bashkangjitur këto iniciative, sadopak për të kontribuar në shoqërinë tonë apo komunitetin ku ata veprojnë nëpërmjet ndihmës financiare po edhe ndihmave tjera që ata i kanë ofruar vis-a-vis Fondacionit Dauti. Ne si fondacion kemi disa aktivitete, disa programe që i zhvillojmë gjatë këtyre viteve. Kryesisht aktivitet kryesor e kemi bursa për nxënës dhe student, program i cili më vetëm se implementohet 2 vite dhe këtë viti i tretë. Kemi konkurse tjera për përkrahje financiare të botimeve, aktivitete tjera që ndihmojmë ngritjen e kapaciteteve të rinjt, trajnime të ndryshme, seminare, ligjërata të ndryshme. Po ashtu edhe një element tjetër që Fondacioni Dauti e implementon në programin e vet është rigrantimi i organizatave të shoqërisë civile, domethënë projekteve të tyre dhe aktiviteteve të tyre. Po, dhe aktuale nga aktivitet është bursa për krahje e nxënësve. Po, ky është viti i tretë, tani është hap konkursi për nxënës të shkollave të mesme për vitin shkollor 2013-2014. Këtë vit, si vitet e kaluara, tentojmë që ky konkurs t'i përfshijë gjithë studentë nga Republika e Maqedonisë, të cilët mësojnë apo ndjekin mësimet e tyre në shkollat publike, domethënë shtetërore. Këtë konkurs është hap me 7 tetor dhe do të zgjat deri me 17 tetor, domethënë i bie dikun 8 ditë pune, ku nxënësit e shkollat mesme do kenë mundësinë për të aplikuar. Kriteriumet janë pak a shumë të njëjta si 2 vitet e kaluara, domethënë nxënësi duhet të jetë i rregullt në shkollë, të ketë suksesin e mirë për të konkuruar dhe disa kritere tjera të cilat janë të shpallura në mënyrë publike, domethënë nëpërmjet konkursit që e kemi publikuar. Po, dhe cilët nxënës kanë të drejtë aplikimi këtu dhe po ashtu dhe mënyrat e aplikimit. Mënyra e aplikimit, domethënë, kemi krijuar një komision profesional i cili ka shqyrtuar këtë çështje rreth mënyrës së aplikimit. Aplikimi duhet bëhet personalisht nga vetë kandidati apo aplikuesi. Aplikimi bëhet në zyrat e Fondacionit Dauti. Konkursi dhe formulari i aplikimit mund gjenden në webfaqen tonë zyrtare fondacionitdauti.org. Aty i kanë gjitha informacionet, kriteriumet, cilat duhet të ketë sukses të dalluar. Po ashtu avantazh do të jetë për një aplikues po të kishte marrë nga ora shtetërore apo lokale apo republikane në nivel të shtetit. Edhe disa kriteriume tjera siç janë për shembull gjendja sociale, ekonomike që nuk është ndoshta një pikë fuqishme mirë, po sadopak është inkorporuar këtë konkurs. Kryesisht ky konkurs apo këto bursa janë bursa meritore, prandaj suksesi është një ndër implikantët më kryetar që ai të fiton bursën. Po, dhe sa këtë vit sa bursat do të ndahen? Këtë vit, si vitin e kaluar, domethënë falë donatorëve tonë që janë disa kompani të fuqishme të cilat veprojnë në Maqedoni dhe jashtë Maqedonisë në rajon. Domethënë tentojmë që të ndajmë 140 bursa për 3 konkurset për nxënës dhe student. Për nxënës do kemi 7 bursa këtë vit. Nëse arrijmë që kësaj iniciative apo këtij programi të bashkangjiten në disa kompani tjera të cilat do ta përkrahin, atëherë ndoshta edhe numri do rritet. Po dhe sa është e vështirë që të sigurohen gjithë bursat për të ndihmuar nxënësit? Unë them, mendoj se vetdia e përgjegjësisë shoqërore korporative tek biznesmenët është në nivel të lartë edhe është nga viti në vit vetëm se rritet, edhe mendoj se kjo përkrahje vjen fal kësaj përgjegjësie që ata implementojnë në shoqërinë tonë ku ata vetë veprojnë me bizneset e tyre. Po, dhe nga viti i kaluar janë shfrytzuar gjithë ata bursat
është interesimi mjaftueshëm i nxënësve? Ajo që vlen theksohet për shkak se këtë vit konkurenca do të shumë më e lartë, interesimi është shumë më i madh ndaj këtij konkursi nga nxënësit e shkollave të mesme. Vitin e kaluar kemi pas diku 300 konkurrues, ndërsa si vjen ndoshta do rritet për edhe një fish më tepër gara apo konkurrimi ndërmjet nxënësve të shkollave të mesme. Po, aktuale që vjen edhe nga Fondacioni Dauti është edhe përkrahje botimeve të librave. Po, gjatë këtyre viteve kemi përkrah edhe botime apo libra të sferave të ndryshme. Dikun rreth 11 libra që kemi përkrah, apo disa libra jemi edhe ne botus. Mirë po këtë herë nëpërmjet për të kanalizu këtë qasje, për shkak se gjatë këtyre 2 viteve kemi vepruar ad hoc, si them ashtu, kur është bë kërkesa prej autorëve të ndryshëm dhe mbas mundësive tona e kemi përkrahur, ndërsa këtë vit kemi kanalizu këtë aspekt dhe kemi kriju një konkurs i cili do zgjat 3 muaj dhe është për përkrahje financiare për botime për vitin 2014. Po, ekzistojnë edhe këtu kritere cilët libra... Po, do më thonë janë specifikuar në konkurs drejtimet dhe sferat, çfarë sfera do përkrajnë botime. Ka disa kriteriume, të ketë 2 mendimet recenzentëve profesional, sublimim të materialit, edhe disa kriteriume tjera, cilat kemi komision profesional i cili e shqyrton këtë kërkues dhe bën përzgjedhjen e këtyre libra. Po, të kthehemi përsëri tek nxënësit dhe studentët. Sa Fondacioni Dauti përkrah kuize të ndryshme të diturisë që organizohen nga shoqata të ndryshme? Po, deri tani si që ceka edhe në fillim për veprimtarinë tonë ne kemi edhe një program të veçantë rigrantim apo përkrahje financiare dhe logjistike organizatave të tjera apo grupeve informale të cilat marrin iniciativa për të organizuar aktivitete ndryshme. Deri tani kemi programe mbi 30 organizata jo qeveritare të sektorit civil në Republikën tonë, po ashtu edhe disa grupe informale që kanë organizuar aktivitete ndryshme siç janë kuizet diturisë. Para një kohe, domethënë kemi përkrahur një kuiz diturisë i cili u mbajt në rrethinën e Tetovës nga shoqata rinore Dituria, dhe disa kuize tjera, të cilat ne mendojmë se janë nevojshme në shoqërinë tonë për t'i ngritë dhe për t'i afsuar të rritë drejt zhvillimit të tyre akademik dhe intelektual. Po, sokol dhe pas këtyre aktiviteteve aktuale, Fondacioni Dauti të ketë edhe bursa për studentët. Po. Ky është konkursi i parë tash që kemi hapë, është konkursi për nxënës shkollave të mesme. Mbas mbylljes së këtij konkursi do hapet konkursi për student dhe mandej do kemi konkursin për student talentuar. Këto 2 konkurse janë të njëjta po ashtu si vitin e kaluar. Dallimi ndërmjet këtyre 2 konkurseve është se konkursi për student është për studentë që ndjekin studime në universitetet po ashtu shtetërore, duke bërë një përjashtim me Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik. Ndërsa konkursi për student talentuar është konkurs i cili i takon vetëm studentëve që ndjekin studimet në drejtime deficitare, siç është makineria, elektroteknika, informatika dhe disa drejtime tjera. Këto konkurse pritet të hapen me 20 tetor dhe do të zgjasin deri me 28 tetor, mandej konkursi i tretë për student talentuar, po ashtu edhe 7 ditë punë tjera, ku gjithë studentët pranë këtyre universiteteve të cilat i ceka më herët do kenë të drejtën të aplikojnë në këtë konkurs. Po, pak a shumë kriteret rreth kriteret gatis janë të njëjta, suksesi duhet të jetë i dalluar dhe disa kriteret tjera. Mendoj që gjithë ata të cilët janë interesuar për çdo informacion më të saktë do kenë mundësinë që me faqen tonë zyrtare dhe ato fanpage-et e Facebook-ut dhe Twitterit të cilat ne i kemi. Po, pak a shumë sa për student, sa bursa do të nda? Për student do kemi 65 bursa për student dhe 5 bursa për student talentuar. Diferenca e këtyre bursave është në vlerën cile jepet. Është 3.500 denarë dhe bursa për student, ndërsa për student talentuar 5.500 denarë dhe për 3 konkurset, për nxënës, për student dhe student talentuar, ndarja e bursës do të shkojë për 9 muaj vitit shkollor apo akademik përkatës. Po, dhe veç mas këtyre konkurseve për nxënës student, parashihet ndonjë projekt tjetër i Fondacionit Dauti? Shqipe, ne si institucion ndarjen e bursave nuk e kemi një strategji cilën e implementojmë me bursistët tonë, që 2 vite vetëm se.
Mendojmë që bursa nuk është një penzion i cili ata du ta marrin edhe të rinë në shtëpitë e tyre, mirë po bursa është një motivim shtesë dhe ne tentojmë që nëpërmjet dhënies së bursës të angazhojmë dhe të ndjellim atë përgjegjësinë shoqërore të cilët kompanitë e implementojnë nëpërmjet fondacionit ton. Kemi disa aktivitete të cilat me këta bursistë implementojmë, kemi ligjërata, trajnime për t'i aftësuar ato të cilat mendoj që për një student dhe një nxënës për të zhvilluar jashta edukimit formal cilin e ndjekajnë në shkollë apo në fakultet, mendoj që edukimi jo formal është më së i nevojshëm që ai zhvillohet si intelekt dhe që për të kontribuar në shoqërinë tonë. Kemi disa aktivitete, është histori suksesi, ku vinë personalitetet të shuara të cilat kanë arritur sukses në sferat e tyre dhe ligjerojnë dhe tregojnë mbartin eksperiencat e tyre drejt studentëve dhe nxënësve. Kemi trajnime të ndryshme se si menaxhohet me një cikël projekti, se si të përgatiten për tregun e punës dhe shumë trajnime tjera, mendoj që do janë shumë dobishme për ata që këtë vit do fitojnë. Po, mendoni se janë të dobishme për nxënësit, për studentët cilët i ndjekin këto ligjëratat ekspert të ndryshme? Po, patjetër. Mendoj që unë e ceka edhe një herë nevoja është patjetërshme që ata të marrin njohuri dhe zhvillojnë aftësitë e tyre edhe jashta edukimit formal, jashta institucioneve shkollore apo fakulteteve ku ata ndjekin studimet. Mendoj që këto aktivitete janë dedikuara posaçërisht për ata për të zhvilluar dhe të ngritur si kapacitete. Po, Sokol dhe për në fund edhe një herë për një apel për konkursin aktual i cili është i hapur për bursat e nxënësve. Kozgjatjen dhe mënyra aplikimit. Konkursi për nxënës shkollat të mesme do thotë është hapur prej 7 tetorit të hënë dhe do zgjatet deri me 17 tetor, duke bërë një përjashtim, një pauzë për festat shtetërore që i kemi ku nuk duk punohet, po ashtu të drejtë aplikimi nxënësit do kenë edhe ditën e shtunë me një orar të shkurtuar. I ftoj gjithë ata cilët kanë interes dhe kanë suksese gjatë mësimeve të tyre që të aplikojnë dhe ndoshta të jenë fitues edhe i bursës. Atëherë të faleminderit që ishit pjesë e emisionit mëngjesit dhe sa pak informuam edhe nxënësit edhe studentë për gjithë shikuesit tanë cilët po na ndjekin rreth mënyrës së aplikimit të bursave dhe konkurseve të cilët do të vijnë. Ju faleminderit edhe për juve që më dhat mundësinë.